është hera e parë që po e tregoj në kamerë. Pago e letrave të parë unë e përdor edhe në për show në Amerikë që post-komunizmi në Shqipëri nuk kishe mundësi të kishe një pago letra edhe kështu që I kërkova Zotit një pago letra, po të gjithë e dim që Zoti nuk funksionon ashtu, kështu që unë e vodha një pago dhe kërkova për falje. Po pago e parë që kam marrë ka qenë një ish portier I Kavajës që lindte te gjyshe dhe kishte tekuleta, kam qenë 7-8 vjeç. Tekuleta e biçikletës mbrapa dhe kishte një pago letra, ajo ka qenë pago e parë letrave. Dhe është pasioni im sepse kërkon aftësi, kërkon shumë punë, sidomos kur e merr letrën dhe e hedh, ajo kthehet mbrapsht, kjo është diçka që unë kam harxuar shumë kohë. Tani unë dua që të marrësh një letër dhe ta tregosh publikut. Tregoj në kamera, unë mos e shikoj. Okej. Më thuaj nëse të pëlqen letra apo jo. Më thuaj stop ku duash. Më pëlqen? Okej është. Në rregull. Po. Më thuaj stop. Stop. Vendose letrën. Tani do e marrim, do e vendosim mes letrave dhe do e përzejmë. Rëndësi ka që letra parë mos jetë jote. Do shikojmë letrën e parë, është kjo po apo jo? Jo. Jo. Po ta marrim pesën dhe ta vendosim këtu vetë dorën sipër. Unë do e përzi letra e do gjej me një dorë. Tani, a beson që unë ta ndroj dot letrën po apo jo? Që ke në dorë? Të që kam dorë, jo s'pa ndroj dorë. Qa kishe, pesën? Po. Unë dua që ti vetëm ta imagjinosh pak, dua që ta ndjej në mendin tënde çfarë letre kishe, vetëm mendoje, mos e Po më e di. Ishte 8 apo jo? Po. Lutem hape letrën. 8 spati. Si shpjegohet kjo? Tani, ndoshta njerëzit mendojnë se kemi, shiko, do e marrim letrën, do e vendosim pak a shumë mes letrave dhe ajo vjen sipër. Do e marrim me kujdes, do e vendosim prapë mes. E prapë vjen sipër. Do e shtysh vetë letrën mes. Në paktën shtyje letrën. Do të mendon se kemi më shumë se një, kështu që nëse e firmos letrën, kjo do jetë vetëm një letër që ekziston në firmën tënde apo jo? Jo, do e firmos patjetër. Edhe pastaj në eBay pas nesër. Boj nga piktura, kështu që. Në eBay pas nesër. Është vetëm një letër që kemi me firmën tënde. Po. Fiks. Perfekt. Tani do e marrim letrën edhe do e vendosim pak a shumë në mes. Më thuaj stop ku duash. Stop. Shtyje vetë letrën. Po ti përzi letrën me dy duar. Siç e përzin gjithë prestigjatorat, aty tani duket se kur është hilja. Unë do i përzi me një dorë, po këtu në xhep kam portofolin. Dhe dua që ta mbash pak. Do e gjej letrën me një dorë, siç e gjeta që parë. Do e vendosim këtu. Me shumë kujdes edhe një herë. Kështu. Edhe do e mbajmë. Tani letra është duket. Unë të lutem hape pak portofolin. Ka një zinxhir aty, hape pak zinxhir. No. Edhe është 8 spafi me firmën tënde apo jo? Brenda në zinxhir. Ua. Si shpjegohet? Po na ndjek apo? Po, patjetër. Po çfarë mendon? Ka hile. Ka hile. Por hile. Po mos kishe hile do ishe shumë problem. Kjo është për ju. Nëse më lejon të bëja diçka tjetër, do doja që ti të mendoj emrin e një personi që nuk është këtu sot. Edhe do e shkruash emrin e këtij personi dhe do e heqësh letrën. Shkruaj emrin e këtij personi në letër dhe hiqe letrën, unë mos e shikoj, do kthej kokën nga krau tjetër. Hiqe letrën edhe mbylle. Në rregull. Tani dua që të mendosh pak këtë person. Ky person nuk ka lidhje gjaku me ju apo jo? Jo. Por ka me mua. Nuk e di. Unë thash shkruash me një person që nuk është prezent, ai nuk është këtu prezent realisht. Do të shkojmë në publicitet, rikthehemi.